Bashkia e Divjakës dhe ajo Ankonës në Itali nënshkruan një memorandum bashkëpunimi për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Kryetari Josip Gorea tha se Divjaka është një gur i çmuar i Bregdetit shqiptar dhe kërkon projekte europiane për lidhjen e detit me lagunën, menaxhimin e mbetjeve dhe sajtet arkeologjike. Ju duke qenë një komunë europiane dhe unë një komunë ose një bashki e detit Adriatik mund ta bëjmë një projekt. Kështu që kjo është ajo ideja që unë po mundohemi që nëse bjem dakord që të luajmë në këtë drejtim. Në Ancona jetojnë mbi 1500 qytetarë të Divjakës, që shihen si urlillëse mes dy vendeve. Mendoj se qytetarët e Ankonës mund të gjejnë këtu jo vetëm turizmin detar, por edhe kulturor. Potencialin dhe problemet e zonës ne i dëgjuam dhe do të ndihmojmë në zgjidhjen e disa prej tyre, siç ishte biodiversiteti dhe laguna. Kjo nuk është e thjeshtë, ndaj ne do të angazhohemi në krijimin e një projekti të një niveli të lartë. Ky është takimi ynë i parë dhe do të bëjmë të mundur që turizmi shqiptar i cili për momentin është në mod për ne italianët të zgjatet në kohë. Gjatë vizitës në lagunën e Karavastaz dhe Bregdetin e Adriatikut, delegacioni italian e cilësoi Divjakën potencial të madh dhe premtoi mbështetje për projekte që do të prezantohen në Bashkimin Evropian.